Okej, mi mrama dhe me së vele në Barbershop në sezonën e 5 epizodën e radhës me mu Fesioniko në TV Dugazhini. Se epizodën e kaluam edhe këtë epizod, kena më knaq, kena me bo një muhabet shumë chill, shumë për toke. Nashta nuk jena emisioni ma e mirë, për jena emisioni ma real, monën me në shto. Për ndryshe, së dhe kam një mësafer shumë nice. Muj me thonë që një pej që më kumë fmi, kam edhe foto me të kërë më kumë fmi. Në aventurën tem nuk në karo me konë njajtën kohë bashkë, po apet respekti u konë shumë i madhë, kështu që unë nuk popi shumë kohë, si gjithmonë me neve është edhe DJ Enz, hajde dhe prezentojnë a mysafirin me një super muzik, me neve sonë të MC Beka! Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Thanks, DJ Enz. Ma për e se e mirë ke. Shko ko nga re, Beka? Po. Më Më karo me ndëgju. Mrena. Kush u për kujdes për grimën në këtë kongë, pa lidhja. Po, ajo është. Bek, falnderit që erdhe. Ishe holka ti, keshi? Të që holka, jetë këtë që aty përshgojna. Falnderit shumë që erdhe. A di qa më kujtohet që të kom thirë për më orë, në safer, edhe para se me një Big Brother nuk e kom ditë. Shfarë fulleron? Definitivisht s'kom me pas kohë, sa është më shumë të. Shfarë fulleron dhe nuk më kalzeke, e asku nuk e deke për mu, asku në për tonë. Ju këmë përmbajt për më. Edhe ati qa u kom fore, se unë i jep të zërë një kryu epizodë, se kësha me hi, e të kënej e të ku. Qashtu është puna. Që po do këtë Barbershop, ja, të karame për cilë nej? Po, i në një spirë, bukur, po shumë vesh për para, po përse që këtë dyra e zejtë, si Po si shpirtin, si shpirt, edhe të kërgej vesh zë. Po, pa tjetër, unë gjithë me vesh zë, që shrit në dhejtave, kjo është shajrë, vërta, të di gjinja pëse vesh në unë e zë. Kom prit që vi heki ma të lufte. Të në herë, je vesh zë shajrë e voltet për sundimin, Po, sundimin. ata është ndokët për Big Brother. Ja, apet për sundimin, kunder sundimin. Bek, mirë që përmene vitet të 90-ta, paka shumë në qatë periud, e kom një foto me ty, Korsarë, ty s'kujtohet garant se atëherë garant kanë lypë shumë njerëz me bo foto, se muj me thonë që MC Beka është një ndër, por nështë njerëzit e parë që e ka pos atë famën, si MC, si reper, e po më interesën, që shukon që kanë ndjenja të qenurit famë shumë në kohën kër nuk ka pos rrjetet sociale, nuk ka pos TikTok-a, Snapchat-a. Okej. Ka që s'ke pos Snapchat, se këtë ndonë famë, na? Jo, i kina quna SMS-at me pluma. Qërë mërë romantike. Kemi pas nevoja, dashuria shtel me bo gjithë shka. Sidomos qefi. Jo, ajo kona, artisti i pari cili definitivisht popularizohet pa asë një media elektronike. Po që ata du me thonë? Se mu më shua në ndrat edhe me mbyllin e radio-televizionit Prishtines në të kohë. Edhe nuk dishim qa me bo ma. Edhe kështu që tentovam dalë jashtë, si dancer, edhe ato spota, kështu që masi, atë thëmë Masburgut, në javë s'kaloj edhe më thiri shoqe e me Ardita Baraku, i vyjke një reper. E unë qysh para asoj kohë jo që isha edhe dancer edhe reper, po isha muzik me grupin Lindja, Fatës Berishin e këta, kështu që në me thonë që rokerat kanë bo repin e parë. Po qka o shumë me rëndësi, kur hina në stradit ishte totalisht ndryshe. Unë jam su tipi garajave, i kafeterive ose kafiqave që shikë në thi, i korrizit, i protestave, i demonstratave të moja, dhe më thonë isha një format i saktum. Që arsye Burgos, apo? Jo, arsye s'është ajo, është tjetër arsye. Une nuk pëte shakëram, shakove. Po që te, une po ishpalu si të ti se du, i kom shumë i mirë dhe të kom bërsh. Anderet, jo bërsh shumë ki kërgjë, Jo. So ke mojtë Kobik? Sa i konë mrena? I delun për 5 vjetë. 5 vjetë? Po, a vdra me njësë për Burgu me fola për Bekën, se jënë 2 senet cilat... Po jo mas e për mene bashkë, më interesant, se nuk vjen keq. Jo, nuk më vjen keq, ka qenë disa rastet cilat... Definitivisht, se si lejëshin dokumentacione ndryshme, rinise, ushtria e, këtë këtu fakturë. Nej, se vazhdo na folëm për Bekën. Nuk o ku më di qka, po se s'jam vlen me përmen për shkak se shumë të njerëzve gjatë dekadave i kum pa tu kajte, tu e tregu thug life, anek nej. Unë ju kësha preferu aty në mos mi frumzuri një se vallë, hoj Burgu i mirë sa. Adhe në kështu që ma mirë është.
E provum na pak, ase. Jo, ajo s'është kush gjë se bor grin me njerëz që vendosin diçka me bo. Oh. Aty në ma mërmenja që kemi që se njerëz, o? Që ato mërmenja ty. Ja, së besaj asë. Kështu që aty na vazhdojmë me ato të cilën Beka e ka kalu një farë mënyrë që ka qenë për çdo të ri, mocanikët e mi ka qenë shumë e vështirë. A i reperi parë Bek? Jam reperi parë, s'du mu bo mu modest, se për para thësha ndër të parët, e kështu që dilshin e një të e tre. Kështu që adini lutëm Zotit le del dikush diçka me në Evropë. Po foli, se e di që gjuha Shqipe është gjuha e parë që ka hi në rap në Evropë. Se thëshin Gjerman, bilem një shqiptar, tha ja Gjerman që thësh, dokumentu. Se së në shtyja taj me mu mi kam qelë radio televizionet, po unë e kom pas dokumentu me tekstin e shahidës. Po edhe ato mi shkatrune, mi bone, kështu, se na i nakon edhe për ndjeku në për koncerte. Këto nuk e din shumica njerëzve, jo une, po edhe Adelina dhe Sinoni edhe shumë njerëz tjerë të cilët kanë knu kongës patriotike, që kanë knu kongës për një qëllim caktu, mu mbatën kop në qendrën sportive Adem Jashari, kur konë salla madhe që është tash parking, kanë jek për shkak se ku më bo një 3-4 herë, bum, ajo është disa muj para bombardimit. Faktikisht një vjet as diçka. Edhe e dishim ka lypë se më ka të regu një njëri, tha X. Ajo konë hera parë që vinë printe mi me më po në koncert, ju konë pak vetë, një 8.000 ka qenë festival. Edhe unë e kom qenë the star of the night. Për ndryshë edhe i parë më doket që ke pas albume, CD, ka zha do tabu i ke thyt asaj kohë. Ka pas edhe festivalet të cilat majsha dhe unë gjithmonë një më konë në mbështet si atyre. Dhe thonë, unë e kom ndru me pas një shoqni të madhe të kësaj industrie mrena në stradë. Kështu që edhe njerëzit të cilët të provojshin me mri e kanë pas që është një dere qelun për mes meje. Adhe mos foli, si akom të natë shumë e foli, për të kalzoj që ajo konë një shprej se vogë, një dritë e vëcër, në fontonellë, një dzitë e vogël e cila i ka dhonë shpresë edhe shumë grupeve që janë para këtë gjizit e para ritmit rrugës e shumë ka një... A e në pagun atë ko për koncerte, be? E të kalzoj shto. Unë me giga hitin, tjali nga Kosova që e ku me Gilin, vazhdojsha për mi 15 kongë, e kënojsha një 6 herë, 7 herë që atë kongë, më shtishin në stadium me kërë në skenë, i mersha 25 markë. Kuk. Në atë kohë, që po t'i kalzoj këtu, jenë mas mbarë për shoklet ring këtu si edhe qaqë. A mërë është. Manej ke pas pak një shkëputjeve muzikës, qa ke bon që atë kohë, Bek? Po tash më varët për cilin kohë jetu t'u folë, po t'i menon në këto mas 99. Qarë, po. Po ja, di që është, kur njeri jo lindë edhe ka një qëllim edhe ndronë për diçka bukur edhe në moment që kejt, ajo normal që nalësh. Edhe faktikisht ishte një anarki muzikore këtu, e cila ra krejt, su pagujke, su bëjke, edhe kështu që edhe albumit që ja u shita. Albumit e fundit që ja u shita. Nuk ja u shita, e këmë lonë në shpe, sot asoj dite që 20 vjetë është albumi jam i fundit është në shpe. Do me thonë, asë njerë se ke qitë atë album? Asë njerë, albumin e pest kur. A kim plan me qitë për shambull qëtë album? Kom qitë për shambull e ki, më sprit si Parazit e ki, edhe albumi i fundit u konë taman ashtu, adin se umri fama, u bo tereni, hajtë të nisim bojmë, po producenta, s'ka, nuk më ishe ti me servu... A thu të zhakon që të vakt? Me qëta? Po, me ko, abden... Nuk po du më boj i te për ta, se tash kemi edhe vjetë mëdaj, tash adin edhe mujnë me në këshyrë, s'po du më boj adin që ka palirje, po i kësha shgatër okej. A bo, Beka? Definitivisht, kur rishë këtërim. Ka ne kështë repejrë avë si konkurent dhe kënë kësha thonë këto të kësha shgatër. Po s'kanë qenë këta kurim konë, konkurentat kanë qenë ritmi rrugës. Pa në resh. Tingulli trend, halo eksperimentojke dhe më përqeke që ka bëjke edhe për atë edhe getari shumë mirë din, kur i kemi gjithë mënyrë me ashit albumin e parë. Kështu që unë e bënë shumë komentarë dhe jënë sot asoj dite. Por na nuk i përmet... raportet mira me gjithë? Jo, me asë një nuk i kom të këqia, që aty është edhe i keqja. Kupten, pse me çdo një unë duhet me nejtë, adin, për shambull, ti nuk folë me ato, tash me qëllu, për shambull, si mu, me një salë bashkë, s'din me konë me nejtë. Ti e i keqin, është i klet i madhë, po ata e kam biznes, edhe unë ato veç e kuptaj. Gjim do këta DJ e ko, na, për një kohë shumë gotë. Po këshyre, nashta jo mi vetë mi mësiju se edhe DJ që ju shku më punë me Aeroplan për 17 viti rrasht. Okej, do më thonë kur ke punu në Renora 4, apo? Po, më punu aty, si MC dhe DJ.
A është e vërtet që DJ-at e Rinora 4 kanë një dhomë ku flenë aty në klub? E kanë, në gomë, ta shënë ato dhomë, me ta s'di që kam bo, nuk ka, është banes, nuk është dhomë. Po me nejtë të klopi, që të? Banon, jo, ka dhe hotel edhe banes. Okej. Po, është banes, faktikisht. Mo nuk jenë në Rinora, dhe më thonë, mo nuk pënën në Rinora. Jo, qysh pe pandemis, jo. Po. Jo, s'jam aty. Edhe në qajo. Qajo, po më nej, si me ta shpjegu. Ajo ka qenë një epizod që lidhet edhe me datën sot. Normal. Me datën sot, dhe më thonë, dikun me 28 shkurt për herë parë koncert solistik në Zvicër, veçune. Me Flamurin, Habibin edhe Shabanin. Patëm giga sukses. Edhe... Po të fort e kishtë o giga. Po, giga se jo këta kitë me mega. Unë jo me giga dhe me tera. Shumë terrafort, kështë terrabajt. Qfar terrabiti, apo kupton. Edhe faktikisht ishte iniciateti dhe rash në hotel Gjumë u kry koncerti, patëm sukses. Edhe momenti edhe televizionin bu të merë, s'pusha me besu, CNN-i këta loj me Kosovë, s'pusha me di që apo ndodhë, edhe provoha me thirë shpinë me telefon me pytë, edhe në pas kena pas mobile për parë. Edhe veç kërëm ka dalë ky numër nuk e egziston në gjuhë sërbe. Të merë. Dhe më thonë, edhe mundime kemi pas. Si artist, atë në për i sistemit të tilë, si ta ato, në resh. Mos folim për senet shia, dhe folim për senet mira. Penzione apo ta ka në Zvicrës? Po, që, penzione po. Sa penzione në Zvicrës, bëk? Pasha, jo s'gudzoj me të kalzu sa kam penzionin, po mu me të kalzu që janë gjë 17 vjetë penzion. Po, normal. Po të halu si ke bo vjetë për penzion? Po, në dhe kur vjen, kismet. Kur vjen, bo, jenë të kur... O, falendesh i po në të të mirë. Mos po dënë. Edhe një 2 vjetë po me dorë penzion. Po, i shkon mirë. Që e mirë? Darkën e hamun e ti të pensionit. Qëse për 2 vjetë. Për 2 vjetë, ku qëse. Dhe me bek nuk e di sovjetiki, bek? Unë jo mirë i shumë. Ma ki uru të të lidin e 50, ma në ki harru kej. I pare ta ku më rumë, Big Brother. Qashtu është, falemderit që ata të kom bërqë. Jasëm ki kur farë burë, ja, ma... Falemderit është Artani ka qenë të në kohën, po u bo që shu bo. Ja, be, vish kanë harru, se besoj se Artani e ka për men, të në kohën. Po, më ke pëlqy se kur kom dollë për Big Brother, më ke shkry numrin e më ke jep lavdata, fjollë të mira. E kjo kun në sen shumë nice. Pa tjetër, pa tjetër. Unë e kom marrë një SMS që asisoj. Nuk e ke marrë? E kom marrë si jo më dalë. Për atë dhevët. Që se një heqë, halasim të taku me njeri honë. Okej, nice. Në kartë fort mirë. Dhe kom menu që e ka që si vërema, faktikisht nuk e kom ditë që hynë mrena. Edhe pse, kretë komplet që ajo garnitur, unë s'kom ditë kush është. Po, atë nuk e ke ditë? Ja, asë njëherë. Ne se folëm për pak për Big Brother, po përdu me drejtë, kongën me Medën që e ki, Dy kam. A ke boti para getit a mas getit? Ja, mas getit. Mas getit, po. A mërësh, pas getit është e. E cila me në bek që është konga që do më thonë ta ka e vullin në historinë e muzikës kështu? Pyte poplin. Adin... Popull cila konge bekës ju pëlqen? A për vetëm kamermonat, se populli. Apo? Edhe mujna dhe kamermonat, do më thonë ajo e para. Shehidja është kështu? është anthem. 5 versioni ka deri tash. Që? Normal. A një dorë të rëgjitje për gjithë të kënë, do me thonë, në sovjetikisht tash? 21. Konga Shehidja është e vjetër 33 vjetë. Do me thonë, kjo asë nuk ka linë. Asë në plan, bilem si ka. Asë në plan. Nice. Bek, Allah ile, qysh vendose me im Big Brother edhe kush ke kontakti i parë që ta boni ftesën. A ke aplikua ta kam bo ftesën? Jo, unë s'kom apliku, asë njëherë, po kom qeni propozun për 2 meqve të mi, s'po i thëmë, ma mirë. Jo, më në thuj? është Erkandi Shabani, jo Nimes. Erkandi, nice. Po, edhe, që ka thonë, apo do me majtë një vjetë Big Brotherin, po thirë që të njeri, adhe. Okej, edhe Fifi. Okej, nice. Fifi, edhe kom lyp ndim për këtyne se unë nuk qyri reality shows. Edhe kom lyp ndim prej atyne dyve me më tregu, me më uzu qka, edhe po që ata s'kan ku, edhe marrë unë lexoj formatin, i cili ishte totalisht i ndryshëm në ato që jenëm. Kështu që adin e poshtë që aty s'ko, përmënej s'ka. E kom pa vetë që adin nuk kom mujt me ecë. Po kuptaj. Pe 1-12, sa kështë vlerësu parashitën tonë më rëmë? është pa lidhje me folë për Bepi, po unë menoj që kom pa 10. 10? Po. 10 për shkak se
mu qysh po më sheq tash, që aty më punë njëjtë ashtu, dhe kisha pas qef më konë me ty aty, se kishim lujt basket. Edhe pse krahun e kom nuk po qefi e më konë që thonë basketi, a sidomos streetball din. Jam prej aty në nismetarëve. Po, nice. Po, edhe po të kallëzoj drejtën, njerëzit që kanë qenë mrena, shumica aty në ju kisha uru sukses edhe kanë me pas sukses tash mas bëjmë Big Brotherit shumë. E bashkë të përdu më lidhë, a menën që e ki suksesin e garantum kër a dush me gra mi e zërë kër del? Qysh është e të shta? Të mirëmi me këta. Mas 33 vjetë, pun, jam shumë i gëzuar me ata që e kom bo. Okej. Jam shumë i gëzuar me ata që jam, edhe jam shumë i gëzuar me ata që punaj. Edhe unë ne kam me qitë, unë si këshyri milionat këkimit, po unë e këshyri puna e me hecë. Me hecë, për shkak se jam i veçantë në punë që unë e i bëj. Në ata të cilët mojnë shpresë, mrena. Ata e kanë zjarmin, veç do të shmigranë, edhe i zmoni. Po. Ase se bojnë. Mrena 6 muje, apet kanë me qenë të njëjtit kur kanë hyjë. Normal. Dhe më thonë, mu nuk është me rëndësi a fitoj unë popularitet për Big Brotherit, sepse Big Brotheri është si vjetë një, asi ko 3 muj, unë i kom përmi 35 vjetë përvoj pune, nëse e fusim qashtu. Kom provu me qeni barabart me gjithë, ata vazhdojnë, çdo një unë e ko. Ma me në që e kesh kuptu se do në këtë pjesën e përqafme, ose nga përdin këtë? Gacmime seksuale, po tash a dëgjush me tash kemi mendime të ndryshme të njerëzve të ndryshme të cilët e gjenë ose e kurdisin skenarin për mu me qik dikën. Po kupton. Faktikisht, ato që e kanë bu me pyet popullin, është totalisht e kundërta. A ka dalë mirë, s'ma mërmenja, Po. me e ofendu një artist vjetër, atëherë definitivisht s'ki respekt as për veti. E jo mu për ato. Ka pas mënyra tjera që është ke mujt me lujt lojnë me mu. Unë e lojnë asë lujnë, unë jam qëkë qkaj, që e bashkë qëkë, si të du me ndru. Edhe atje njëjt folit, jep i ren me fol. Fal, urna krye dhe duhet. E po këtan. Nuk jam njeri i cili krijoj skandale për me skandalit përfitoj une. Ose për me hyp në kufomat huja për me dalë une i pari. Se kufomat të huja janë njerëzit që janë me ty aty, ti po hyp për mi ta, për me mujt ti me mri. Kalcoma që ka lidhja jo me artin, që ka lidhja jo me arritjen. E të kuptu. S'ka kuqyq. Në më thonë ti pishtin kur ban gjinën për me mujt ti me bodi shka, po sen zbën për atë punë se del shumë keq. Aty ti shumë njëri ti shumë njerë të cilët edhe 200.000 pasu në kthejnë ato që në konë. Normal, edhe po menej që kur ke dollë... Nashta mu i më konë gabim, është veç menimi jemi, që se ka problem të kush për atë vendim, s'jena Big Brother. Hajde. A jo ke me produksionin, men? Nuk ka gjotë keqe me ta, deri sa ti vje koha. Kur ti vjen koha, që Ku ti vje koha, da e këshyrë në krejt, që produksione ka një punë shumë tronë. No. Mirë mi vesh. Ka shumë tronë, sidomos reorganizimin e gjithë shkafit për me kriju një skenar caktum. Po edhe produksioni, që që këmë po në për formatet e njëjta, në për bot munohen me mbrojt trashëgimin kulturore. Se në tëna nuk ndodhe dhe jo. Tëna jemi këtë një të barë të eksperimentit, cilët eksperimentojnë njerëz të cilët menojnë që bojnë diçka, po jo, nuk mund është me bo ashtu. Nuk e këshyri, po unë jam shumë i bindun personazhet që kanë me dalë nuk janë qata. Pse i një, ata janë shumë më të mirë se që janë. Okej. Po, edhe për qata po thëmë, po vjen keq po dalin qata njerëz që ashtu, pse i gjë. Po thu do me thonë që produksioni pishtin me dalë që ashtu, do me thonë është ketë një... Qëre, 36 kamera, ty ta monton qysh dush, si qysh ma kanë montu mu videon e fundit para eliminimit. Këtë është të montu, çdo sen aty. Pse po ta kallëzoj këto? Pse jam ekspert për digitalizimin e dimin jo në lartë zonit. Premjet janë... A për në njerë me thonë stose po shpejt, e the. Qa je ekspert? A se niva? Jo, vëllë, a nejtë t'jo shto? Diska ato dhe ne bravo, që në slow motion. Ja, për reperjem. Digitalizimit dhe editimit jo linear të zonit. Aha, jo linear të zonit. Unë e kom dhomë se mediave elektronike, qysh punohen ato punë, qysh digitalizohen. Unë e di shumë mirë qysh prejet zoni, ku prejet, qysh normalizohet, bla bla bla. Aty s'ka bo, aty, lo, sharri ka hi. Okej. A po kuptan. Sharrës që i kanë hi ata, e kom dit me në rend që i eca une. Kupton, që sot asoj dite garanti kam bo që ashtu njëjt, e din kush ka me dalë në fillim të projbit. Okej. E më vjen keq.
Vjen keq. Kanë kohë, se garant kanë me bo 200, 300, 400. Po unë i kisha dhona dhe në shumë këshill të mirë. Ndëroni artistat të cilët kanë luftu të jetën për diçka që kemi sa. Që kanë jep në shtatë mera. Shumë kanë dhënë. Ta s'podojnë, ta po e kalojnë në për kufona, po i zhujnë. A e kono për prave ma bek? Një ose dy kono? Dy prave. Tre prave. A vërtet që me një praj një ullë në publik? Po, kom qenë publik, po. E pëse ndodhe që kja? Ndodhe me përqaf anën me qitu jashtë. Kur kush se ka prit, zero njerës ka pas. E te a ke ditë që anë dhe la? Jo, unë e këmë qupe shpis, atë kjerën tem ka dalë shumë i morë. Mere, se jam ofë. A, se tha që dulë? Ja, se isha të konë me artën edhe u prej ka shumë pse doli ajo në me u konë e mirë. Jo, për në nëmë se kom pritë që dalë. Ja, asu ne, atë Jo, në me u konë e mirë. Qyshim të këshyrë, thash, o zëtë, thash, a peshe mërë që ka ndodhi. Edhe hirës të kom vetë, qërë atë, E në publik? Jo në publik, unë e kom drejt me hi, besoj që unë e ftyra e me bolë kalzën aty, unë e në pjesë asaj. Më resh. Ma mërë menja që në publik ulla dhe pres mu kry krejtë dhe më përqafë, që ashtu ka ndodhë. Nice, a mund gjesti mirë, bravo. Jo për gjesti mirë, po unë e kësha mbështet çdo kënd me mund leju. E, dy Big Brother dhe në të shku të njëjtë në kohë. Po. Cële po menën që maj forë? Si këshyri asë njonin, më djalo. A se këshyri, Po jo, përse si kom këshyri kur, për mi këshyri. Mu për të regoj, unë jam pjesë e kësaj edhe kom e me të njëtën pjesë e kësaj. Po nuk jam që i këshyri këto, jo për diçka, po s'muj me këshyri mu viktimizu te ata, nuk muj se ju një, adin, në kamerë, kërejve gjuhë do kënë ndryshe, djalli temi do kënë ndryshe. Normal. Ama kush një fest ty, po mishtonë. Nërësh, unë jam shumë ma mirë se këta tjertë. Edhe tash, momenti kur imazhi edhe prestigji po jo del, ma ndryshe si që jeni, u adoj nuk oferë. Qartë. A nërësh, unë nuk e kisha bo ato. Nuk kisha bo ato, nështë që ty produksioni i kotë, të interesu të veta. Unë menaj që këtë, kush dhe që hen ato e den që në farë mënyrë ka mu gjyku edhe personat ma të vogla, se në fund ditës që fësër një Big Brother 100 ditë edhe vishka lumëturi edhe gjithë shka është në vijë, nuk ka mu këshyra, për den Mu më mërmenja shumë thjeshtë. Shumë thjeshtë. Nga kënej, produksioni e din që a bënë. Nesër, aja ka zë vetin. Që kashë. Nesër të përdo qëre, gjdo se ndel. Herë do kurda. Për që ta për thëmë, veç ja uroj puna e marë atyne. Me kanë menën që kime konë najsë edhe kur del bek? Me krejtë, unë zdi, me kanë jom kesh. Okej. Edhe unë e jo. Edhe mirë edhe këto. Unë leturnojnë, hajde, a jeni që ta, ju këmë thonë, hajde, kalzom, keqëm me ty në regull e ti që jem, po deri sot së më ka thonë kërkush. Kështu që në regull jemi. E kush po menën që po fitan? Si? Kush po menën që po fitan? Fitusi. Fitusi? Po. Jo, për në me, a ki Fitusi për besë. Skina i. Qa di, po jo mërë se këshyri, se do të me analizu. Ngom, mirë mi vesh, Big Brother Tëman është emision edukativ, i cili mirët me eksperimentim të caktum ku të regon qenjen normale njerëzore. Në titullin VIP, duhet me majtë men si tifis, une e gjitha ta që keni qenë mërena. E keni një barë të ronë që quhet VIP. Njeri më fërke për VIP, s'dike do më thonë njësaj. Kur je VIP, ti do të me të regu shembull, për shkak se ti e role model. Njerëz kanë me morë shembull prej teje, jo me të regu, a të dhejmë, ignorancë, me pas as din. Këtu të ndodhë po më duke qajo. Vend që ti, mas je model për rinin, ti do të me kontribushësh një vot. Se nuk je Big Brother Kosova, po Big Brother VIP Kosova. Ja, më nënë që këtë që janë kormërana janë konë VIP? Në lamit e tyre të cilat nashta unë e bëha kisi këmë për janë, po në Kosovë si këmë po. Adin, garant kish kalu diçka, abëresh, kështu që ka njerëz aty të cilët nuk kanë kontribu jetës kulturore, të thonë, ose showbizit. Po, në mënej që jena konë të njohur, nuk jena konë VIP. Me qenë VIP është ma shumë se të njohur. A vedem, po në nanën tjetër do të me ditë edhe që për shambull njerëz që janë tamon VIP nuk hinë në Big Brother, për shambull abdin. Atëherë pra, su du të me hi une? Mu bo Jay-Z-a, mu bo Big Brother në Amerikë, mu bo Jay-Z-a me hi nuk henë. I bo Cirja. Pa tjetër, aja ka zënë goshën, so dhe ma mërmena që i kishë pranu, se aja është show businessman. Cili menon që
Cili person mendon që nuk u kon mrena, ai shkon shumë i fortë në Big Brother. A kina një kështu që një? Shumë pyetje mira. Që po mendoj që kisha pas shef me po Adelina Ismail në Big Brother. Adelina, po. Para në me shtja Adelina në Leonora në Big Brother. Jo. Aty ishin bo shoqe garant. Jam shumë i bindur. Po thua? Po. Okej. Po, ma mërmejnë që po. E kanë e kite bashkë më interesant. Si? Kanë menen që i shkon shumë i fort me him Big Brother. Tash kanë më frigu edhe ma shumë. S'kanë me pranu, edhe qofse kanë pas me 2 mene, tash s'kanë me hiheq. E që unë menaj që e këndër ta. Unë menaj që sezonën e dytë kanë me lyp njerëzit me hi ma shumë. Jem gjallë vina apet në mision të ti. Hajde të shumë. Dhe të vërtir. Ajo. E atë kanë thirë më në për finale me të 17-ën? Po e kom morë thirin. A morën me ploma me email? Ma pronën me plomë, se s'po më vinë emailat. Jo qëfar email një SMS i thjesht. Po, normal. Qashe edhe ka nevoja, po jenë mësu që është të mitë, nuk e di. Shtë produksioni aty, do të teri sa të kryet, do të me shenë. Ki me kom, po besaj, a? E në varet. Varet nga shka? Marë shpengesa kryesore, u konë në fillin Big Brotherit baba. Po, së mundet. Kështu që, të nga jo continuous. Okej. Kështu që, egzista mundësia. Edhe nona tha që është mund? Po, ato letjesin normal. Në shpeteme. Edhe se s'kom qep mu konë e e mirë më rëzën në diçka me shesherë me... Ma mirë se ti. Valoj se ti, Oljeri. Ma mirë se ti. Bos 50 vjetë veç golden. Tip-top. Jo, super tip-top. Bravo, nice. A e kështë problem sot për regjimin e hapave, do me thonë kësa e kun mrena? Jo, unë jam shumë i disciplinuar. Shumë i disciplinuar. Unë jam ushtarak, unë jam zhyt, instruktor i zhytjes, kështu që mu nuk më ik kur gjë. Edhe kur gjë s'guxo me ik. So profesion e ki bek? Unë e kom 2, do më thënë. Qa ki lëngarin, palidhe dhe? Po, lëngarin kushere, kom pi flok vejena, ki po. Faktikisht, në zhytje edhe në jetën temen, punë teme, kom su me sekund me punë në venë. Vesh me ty kom pas problem se isha në telefon, punë familjare. Kur me në probleme mu? Sëd, se unë jam shumë i sakt. Që u vënove sëd, okej. Shumë i sakt, po isha me telefon. Po më thaj që e kunë edhe bokserë. Kjo se unë nuk vanona, unë jam qenë në stradë njoftë që jam super i sakt. Edhe Zvitran me jo kum kalu, bile me ja kum kalu edhe sa hoti Zvitran. Atë ka një mu Zvitran një me përshtaj e kom vetë. Jo, vetë, gjithmonë, se ajo është në qenjën e njereut. Ka edhe Zvitër me po që vanova ka 2-3 zahat. Po normal. 5 pori se ja pa i kusho. Po, apet në qenjën jam shumë strikt. Nashta është së mine. Unë menej që me shqiptarë së mirë dhe shqiptarë të bënohen. Asë njerë edhe shqiptarë dinë më konë shumë cakta, edhe kur janë shumë caktë janë shumë sukses shumë. Po, normal, ka shqiptarë caktë, po kështu Ma mërmenja që me kuhën do të kaloj, po u bo inë mu vanua edhe shumë. E kur je dollë në dejtë me femna, ju ke vanua jo? Kur është një orë për para o djallë. Fit qefit. Shumë që përna një gruja. S'ko lidhë. Që sa i martu në bek? Që 22 vjetë, 11 maj për 22 vjetë. Do më thonë pej moshës 28 vjeqare, a? Qa ashtu i be? Dejmë 28 vjetë, qa bëjshme? A? Alla i legal të me emnin që ka pos tam në parë që e ke pos. Po alloj se mojnë menë, se si kishe ka një ka 5. Ja, vesat. O, do ishtë në cila më për, po qo me në një? Për një me? Jo me një shka ne. Që ta për thëmë, thug life, o të rukon shumë in atin po me nej. E qysh? Qysh e kanë zonë i femën në atë vakt pa telefon, pa, a i ke shku të... Po qajo, mundi ka qenë ma i madhë, edhe e ke vlerësu ato shumë ma shumë. Dëshunia ka qenë ma analoge, se jo që keni digital, jo një ditë keni mu shumë me USB-a, klak, djalla qika, dhe unë. Jo jeni gjenerat digitale e cilat definitivisht jeni të shku në degenerim e sipër. Kuptan, për para ka qenë të dua, dorë për dorë, qafë për qafim, nuk u konë ngacmim, apo kuptan, nuk u konë moshkulli për qafu dhe s'ki posti para gjykime qka janë ata. Me e ke thonë vlosën janë. Apo kuptan, pëse si kur orë për qafimi, ose dashuria platonike ndaj personi, pa mërë pas sysh gjenis, është tamon ajo të na ka egzistu, të pleshtë, kur të eshet kryt, kështu, ajo është jeni kërka me traditat të cilat definitivisht na kanë mojt gjallë derisa. Përse da po të thëme dhe
Po vaki është ajo problemi që një përqafem sot do bo toksike ndaj tjetrit. Pse toksike? Pse të akuzëm për një gacmim seksual, çfarë gacmimi seksual është ajo aden? A mendon që pandemia pak e ka ftof njerëzimin? Ja. Njerëzimi mund të muftoj veç vetë, se që ki ka për shembull Japoni pandemia kur gjë s'ka reaguar të ta. Kaloi pandemin, i kalon tërmetit, i kalon vërshimet, i kalon tsunamit, i kalon Edhe apet po përqofën. Kështu që të mirëmi vesh. Këtu e keni gabim, po them, kjo gjenerata digitale kam ja pa sherrin digitalizmin. Kupton. Kështu që na shtaj shkon mirë me dorë të ofër se Afriki. Veç do me kçyr pak atë. Po jeni koncentru në botën virtuale e cila definitivisht është e rrejshme, po s'po doni më ja pranu veti. Çka që fëmia jot a është me parimet e tua, edhe ata janë fëmijë. Ja jam ku me jetu jetën e vet për momentin kur i bën 18 vjet. Kështu që të dytë janë për mbi 18. I kanë telefonat e këto po. Po është totalisht jeta e ty, ai duhet me ditë kënë ka bab, e duhet me ditë që në mëngjes kur duhet me thonë mirë mëngjesi, që është e kundërta në shtëpi që dallu dhe vet. Merresh mideri, a u lodhe, a vedo një kafe, a merresh. Çaj të bu, a merresh, kush jeti, baba. Unë s'po them kon zoti. Po zinxhirin e madh tani zinxhir sa rrova më thon. Pse pas gështim rana? Çe, e nxoni. Treshi, çfarë të treshi? Hajde. Domethënë, tekën e kena këtë me llogët vetën. Po normal. A i kje dhe boksericat me logo ajo? Jo, ato në dhomë me grunë veç. I kjena me neon ka i kemë. Edhe qajo është ajo, që unë e thëmë që njetën të unë, me qenë edhe reper, ose hip-hoper, s'ka hip-hoper, ka reper, ka. Në kohën teme, do më thonë, çdo rap artist e ka pas një titull, e kanë qujtë poet urban, apo? Qysh i thrasin sot? Ama ti mu që tash përgjigje. Reperat? Qysh? Qysh e thrasin reper? Po dhe, qysh e thirin sot një reper? Këngëtar. Tjetër? A pishe? E përpara ka pas titullin poet urban. Ja, menen që në ditë sotit nuk ka reperat me rëvilt? Unë bere që ka shumë, po nuk për i bëhet verni për mu të regu, sepse njerës po dojnë thjesht. Apo dojnë komerciala thjesht? Që ajo thjesht është komercial. Okej. Bekë që sa ki bishtin? 32 vjetë. Jo, 32 vjetë rash. 32 vjetë. Atë ka shku me një nërë me prej? Një herë kom prej. Një vjetë para se mi nisë që 32 vjetë. Dhe më thonë, 6 muaj para i kom pas prej, të një kom faktua vetë. Për qa i kështë prej? E i kësha prej, veç nëse është nevoja dikujt për kancer. Qofse në smutit kancerit ka nevoj për flakun e ja prej në venë. Unë kur s'kom thonë, edhe në Big Brother kom thonë, kom i marrë me veti dhe te hoxha, po s'om vynë mua atëre. Kështu që ma mirë, unë muj me bo mirë diçka. Muj me bo mirë. E për mene hoxhën, do këtë je keq kuptu me dësena në Big Brother? Qysh jeni? Perfekt jom një, unë e di çka kom folëm, nërvesh, po njerëz duhet me dasht feni. Jo mi u tut për isaj, shumica njerëzve po tutën veç për shkak qasaj. Kuptan? Duhet me përmend, duhet me dasht, jo mi u frigu ati nalt, duhet me dasht. Çdo fe te na shqiptar që do mos na jena nuk ka si me thonë na jena shembull për këtë botën veç për një sen. Mos të thojmë dy se Shqipja është shumë gjuhë e vjetër, po për tolerancën fetare veç shqiptari din me bo. Thejke aqaj babës, djes post. Muslimon po, ama shqiptarë. Do me thonë monën men, nuk ka me nënci që ka je, du të me qenë shqiptarë. Edhe sot asoj dite, mos e prish një qatren, se s'na metë kur gjonë këtë botë për mu kalzu dhe për mu laftu. Shumë është me rëndësia jo. A morë Ramazanin bek? Jo. A kom nevoj me majtë Ramazanin për më konë musliman? Jo, veç pyte. Qashtu është, do të me neru njerin, me dash njerion, mi u falemderu të nesër mes që ta ka të kryuaj. Jo, se pëdina që Ramazanin shumë ofër nesh, edhe kështu që i kësha urua gjërim të letë ketë atyne që... Gjithve të letë kur të merë me zemër të bardhë. Normal. Ato të din, gjdo njonit kur e merë me zemër të bardhë, bon, unë s'moj, nuk e kom agjeru. A është pura shëndetit atë qka personale? Nuk e kësha marrë puna shëndetit, po nëse nuk ke agjerim nëse i bën dëm veti. A u tanë. Mos e bani veç për me bo, për me tërgu tjerëve që i ki bo. Se shumica njerëzve ma mërë menja. Mos t'hin gjyna, do dojnë me bo, po mos t'arrojmë edhe një sen. Agjerimi është gjithku në botë në gjitha fetë. Në mënyrat të ndryshme. Na e kena ma të mirë. Pse egzistojnë sot aso ditë shkencërisht është analizu çdo sen që ka bëhet në agjerim në islam, i bon mirë trupit për pasrimin. E vërtet shumë. Po është Çajo. Një varë detoksi trupit. Jo detoksi, po shlirimi shpirtit. Po. E po shlirot shpirti,
me këto, trupi ka gzim, me resh, hin në meni dimenzion tjetër, që kur kujt e ki po këti këshe mirë. Energji pozitive Yes, për shumë. ka atë hyrin e vetë, e krijon njëri nurin e vetë, të cilën veç shëndrit. E për që ta është muj i shajt ajo se ton shëndrisit. Bek, të DJ e kon, Jo më konë. Je, alo. Jo, alo. Alo, jo. Ato të shko u bozë. Ajo mune. Jo, po me që ta është je pak ma pasiv, ka ona DJ Lokë. Jo, unë e më aktiv, po tregu ka ro shumë. Okej. Se e di që mbotës të kom po që kell shumë muzikë, dikon, për Ma ne, qështë ka thona instruktori jam i pori gjithë, ma miro me nejtë Badihova se më punu Badihova. E vërtet. DJ End. A ma qove këto? Moj diva që ka jam. I sholla që e ke vjallë dukon. Ja, sa këna Beka po dhe që është halo DJ, kështë që... Që në para minuti, në sfit shkofit të mështina, i thash mos të mështina sfit, se e thej kafishin. E nga ka tranua, kalzëm një nikon, kalzëm një, po e tham ju, alloj nuk të kalzëm. Po unë si mojnë me në do miki na u qështu ati kine u dryshe. Nuk më zamrën atje. A i shë barë më në svejtë. Hajde. Je vja një kërë kësa nej, mos po shio. Qyshia po pita i sënë dhe. Fije. A DJ End, ta velshuën atë forën. Okej. Unë i kom 5 pyte që zësja që lënë, ta bëj një pyte. Okej, hajde. A te heki kapushin? Jo me Se mojë, shegje, ja mirë për të rënë. A o falinderi. Fladet të sot dush, zbjerë me... Pak mare është ja. Si penjopile. Motrat Mustafa, ta live në dhe. Remix. Tra këngëtorion. Jo, lo, Pejtë me një grup. grup. Sta është kanë me dë. Ja, edhe Loket po. Kanë me dë. Nale. Hajde se se qëlloj. Hajde Jo, vetëm edhe një sekund, ti kopi ti koqiti këta. Zamër, unë jam DJ revolucionari i cili kom luftu gjithmonë mu qu muzika shqipe në për klubet ku do, asidomos Malzi. Sepse ne kam pasur. Edhe i thash më të shumë muzikë shqipe. Shoti mu hip-hopa, se unë jam shumë old school në ato. Le, Bek, mos na fotografu të ta bëj pyetjen tash. Jo. Pera dhe MC, Ferna. Cila o ma e mirë, Tajna, Melinda, apo Blerta dhe Shire? Internacional në thash është MS Melodit, ja, bëj edhe u kry puna. Që të dina asti asti kusho. Tajna, Melinda, apo Blerta dhe Shire? Blerta Zëqiri. Aba ti ke arru të parën. Kush e para? Linda Cërvadiku. Mirë, ka arru producenta Blerta Zëqiri, Blerta Sa ajo i bën Zëqiri. shumë Edhe Melindën, edhe Tajnën, edhe krejt ata, shumë i shmëj, janë të bo qudina, bravo, është më aplaudu. Po, nuk i po femën ditë 92-ën me mojt beatbox edhe me bo rap edhe Linda Cërvadiku, ose e ki është DJ e Haosit, shpesh ka orë këtu, Mirri Linda, që ose e ki një ere. E ta shëbo DJ e Haosit? Ajo është Haos, e ko kompaninë e vetë, shtëpinë e lorë, po, u duft me vetë, bre, para se më thirë. Jo më nuk të vesë, nuk të vesë, nuk të marrë i përre. A më kësha posë e të posë në emision linë. Nga Blerta është tjetër yrnek. Blerta është kapacitet. Po, Okej. Qofse folim për shkrimin e saj, që normal, jena gjithmonë të folë për verza. Definitivisht. Nuk o rasisht super regjisori. Sharaut edhe për Blertën, do me thonë. Sharaut të Blerta dhe Shire. Po shkojna me Si qojna në atë vjetri të me kongën e dytë. Hajde. Që kjo është pak ma e rej. Hajde. Garant se di nale. Ka dole. Shumë, okej. E pas këtë bo, jo bëmi me dhonë krejt pyetje. Po normal dhe. Montaj e mira. A dolin për këtu i këta? Unë nuk thëmë ta boj, me shtre që atje. Okej, vazhdo. A më ta bo, pyetja. Hajde. Cili prej... Mësu të pëtë. Ja, s'pak. Cili prej banorëve në Big Brother nuk e ka meritu që e kime në ema. E pyetje e ronë, kjo? Mos të te. Më konë një hajtë. Po për e gore. Jo, alloj hajgore s'bone e. Çdo një i ka meritat, çdo një i ka meritat, kështu që ti se ki meritu, që... Ta këthej. Pse mi thonë ata kur të kam ty për para, se nominimin e parë më ka dhimë një javë ditë zemra. Po ta them.
pse po thëm ty, pse një të afërt, një, e s'mujsha me ju thonë njerëzve që i kom nominu për shkak afërsisë, s'guxojsha mi thonë, hej, ku në nominimin e dytë, kur tha vlloi i madh, që tu kallëzoni një teatri fashlirimi u kom për mu, o zot, të shabara mja thëmë në sy. E kujle e ke thonë në sy? Që i kom thonë Gjonit edhe Andit, sepse Gjoni e sulmoj keq, hini pak moral, Alisën, që është gruaja e urimit, e urimit, po, nuk bën ashtu. Edhe unë shumë mirë i shkolla, po e ka pas qatë eksplozivitetin. E kupton edhe i thash ti e zemërbar, ti e shumë i mirë, ama qatë os ta pëlqej, s'është i mirë ajo. Nëse nisën me plas me mu. Edhe hendim se nominove? Pramin e para, e mu gjujt mu, po se kum nominu në ato. Hyq, ama hyq, pse ka meritu? Veresh, këtë Andin e nominova, për shkak su bëj ke ofert me mu. Adin, su bëj ke ofert, thash, tash të shti mu ma afru pak ma shumë, për shkak që ajo ka qenë edhe ajo. Une shumë kom pas qef me boat sistemin, po të pengon diçka thuma me njëre, mos e prit prajimin. Por që ta thash që të kom ofër, se e ki meritu totalisht. A mëresh, po une aty çdo njoni di që është meritor për vendin që është. Hajde DJ shkojnë. Ama po halal që ta thash. Sa më tha mune e sana? Po dhe, ti se meritor. Ma shumë se te po. Nashta. Beef live. A ti të vash ti i ki pytjes. This is how we... Nale, me din ato. O bek, po shto ta këna qitë është me ditë. Po që ashtu thuje. Oke, hajde me të katërtën. Nale, ko po muzikë me to. Cila? O, lean back dhe qatë jemë shumë. Lean back. Hajde, Me fe, kom performu dhe dytë. Kështu që i një. po fet gjoku në Kosovë. Pa. Qysh ke performu bek me të? Me? Qysh ke performu me fet? Ishte agresiva i në backstage. Kështu në agresiv në atë aspektin që çdo kemi kap të ndëke stresi për që kam dalë në skenë. Ma stresit. Jo stresit në Big Brother, po stresit ishte totalisht tjetër. Pas ka me stresin kry. Po se kur për mërmen ato po t'jen. So mira, për që sa efekti mira. E këni pos një varë fërke vëlla me stresin, no? Jo, s'ka qenë fërke, po mos... Thëmë që është keq kuptim. Keq kuptim. Pse ajsëm një mu heq. Adin edhe që ata dhe hajtë se kom hartë mua dhe nuk shkaj as 2 orë, 3 orë e po që betëm ishte gapë. Veç më do këtë peq që dje dollë të mu asë mledhje nuk bëj shumë asë i ke pos do mledhje të prindve. Jo mledhje të prindve, organizimi për pastërti ka qenë pika kryesore. Hajde i bojmë do sene që kena nevoj na. Mos e këshërti ato. Normal. Na e dim që çdo njone kemi atë lifestyle-in ton, edhe mujna. Po hajde që to t'i bojmë se kena nevoj. Mëresh. Edhe unë si diabetik kom pas nevoj për ushqime kur s'kan marrë. A mëresh, kur s'kom marrë unë nevojat e mija që kom pas. Po hajde të bojmë për hirë të qështu qushjena. Po që nisin ata në mënyrë armiqësore. Merë, jo, po s'po du, unë e knena i pari një stresi. Normal, unë e vesh i përgjigjem Big Brotherit, ajo të më thonë që s'do mu bashku, s'do mu bo për senet elementare. Unë s'po thonë, ti tash mu fitoj për mu 200.000 euro. Po hajde i bojmë se kena nevoj se këtu jena shumë njerëz. Mëresh. Po do, nështë po menej që atë një ju ka pengu edhe që te ke marrë primos... Jo, kur hisë njetë, se ku menu ato. Po dhe për që ashtu e kam kur hisë se ku menu ato, e ku menu, hajde bojna ma bet si të rritun edhe si VIP. Nashta, ajo kishte qenë për me kalzu për pak kultur. Normal. Nashta jo më gabim. Po, unë e ku menu që është mirë që e. Hajde që të pesën që si ja ke kalzu? Get money! A bona efektin e mirë? Po. Ka frëdhe, ha? Ja, së është. Po qaj është? Ja, së është. Tupi i pokave? All eyes on me. All eyes on me, Po dhe tupi i pokave? Te asum nive mua? A mu nuk e thënë E, po është tupak. Ja, kështë që do të Ose tre shumë, qështë du shtu? Tupak. Do të ta bo pyjtën bekë, se nuk e dite. është get money se njetë aty. Bone ti, po Ja, hajde që përshojnë edhe një. kur thash unë tupi i pokave u duvë dhe është. Tupak, tre shumë, dosh me kaldu 4 tepër. artistën edhe emnin e Kongës. A bo, pelshojnë atë. Pse se bo në dejtash, ha? Nominon e shto. Lo, marrë do të kontrolu mikrofon. Hajde pelshojnë edhe E, një. po pesken. Po që to pelojnë asë në gjytë. Ha, po do pyetje me bo. Bone për pyetjen? Masel shumë. Hajde, pja bojnë atë. Hajde. Qyrëm që ka Qyre shkru. sidhja. Që ka shkru, deja është.
Sa është ky shkruan diçka ku me ditë çka. Ja, unë veç pyetjet më të lexoj, që kam Okej. pyetjet këtu. Amen. E përshëndesëm Dejan, që po thot mos ma përmend emrin ishte në vesh, Kush po thot? producenti jam i Lloj filmit. më kontrollu ku mikrofonin. Bek, a menon që stili dhe muzika jote janë jashtë modës edhe nuk përkasin më në muzikën e sotit? Mundet me qenë për një grupacion të vogël, po derisa shahidja hec, se kom atë gojle. Ato e dojnë populli shumë, se është shumë shqip, edhe unë e kom pa që s'ka prej, nëse unë e promovohem ose e promovoj repin përmes Gangsta in the Hood, dhe bum bam, blam bam, nuk kishte vonu repi. Kupton? Po që këshyri ti ki gigastarat që knojnë. Mos po knojnë Kur e referohesh me Gigastojla? po gigastara ka shumë sot. A merr vesh. Kështu ngojau temat. Ngojau. Shka gig, shka... Që shpelidhë, që të bashkë më interesant. Të mëdhajt, atë e thëmë qashtu, të popularizuarit. A do më dhënë jo mega apo giga? Mega janë po të dëgjuarit dhe giga të... Kanë elemente shqipe, kanë bosh scene, kështu që e kanë pa që do të më kthy popullit, normal. Edhe kjo është shumë më e mirë për shkak se e promovon barë botën, se tash e ka qatë diapazon. Do janë të mëdhej, edhe duhet, ja vlen, sikurse afrikanë të qunë ta bojnë afrobeatin para 30 dollar për puna. E duhet? Që ajo është shumë e rëndësi, edhe Jamaikanët e bënë në reggae o ligj në botë. Edhe na duhet me botë diçka, se për Ballkan, për Evropë, ligj jena. U kry ligj. Çaj për se ajo. Që ata po thëmë, unë e kom nisë me që ato. Që shkalove Bek në barë për shak? Që shkalove në emision, dhe ishtash? Një herë është mirë. Jo, gati janë atë fundi, kështë se... është problema jo, është një herë mirë. Si djetë të i fund, projme në pret ti. Basketin jënë të e bërë. Ja, tash e kena një pauzë shkurta po këthejem. Jena një këthy me Beka Balboa. Që më ka puno, që nati përshkoj. Okej, jena këthy me pjesën e parafundit e emisionës, se pjesën e fundit e kena basketin. Për ndryshme Beka orë në durzat leta për shmis. Po. E pse pa da visi ka vnu Gjoni shto? Jasne. Ato ti marë në fund, që shtasht ati seria. Okej, do më dhëmë për... 30.000, apo? A e ke është 30.000? Jo, kur të kryen këto epizodat që i ki këto 30.000. Kur të kryen sezon. Se këto A e ke po epizodin me Lugotin me Gjone? Unë ta përmeni një emën, edhe të soji i natosën me ta qaq e rockboxin. Okej. A po kuptan? Okej, kuptova. Do me thonë pështu që najna gati kamera... Shumë mirë ka demonstru Gjoni. Ja, Gjoni veç që shtët ja beke. Këto i kom marë për shkak agron Toni Krasniqi. Okej. Mi ka pasdon dhurat. Edhe këto kurs kanë prek thesin. Kështu që kjo është me, era par një po. respekt, okej. Era par. A me ta mojt buk Sepse thesin kom pas ajo? edhe një 5 par, po. Jo, ti du të me donë, a mund shme hipshtë? Ja, që unë Qa kemi përrisë, donë? ja beke. Okej, që dorën që shtë e manë. Ja, ishë mustanin se ke livrit, po thash okej. unë- Unë e po ta përmeni... Shte tu në mur, Emnin e por. Tu në muri, ke Ja, ishë komplet. mustanin, e kena të fort. Okej, atëherë, ati që shme pojnë? Që dili për mas të. Jo, veç mustanin të vërgë. Po tote, Emni e por, hajde Vivi. Fok, shë rock Vivin. Vivi garanto personi mirë. Okej. Po, me ata që ka bo, mu më ka shtimu një shumë keq. Okej. Kështu që, Drek! Kë për një me e pas ka pos më re? Okej. jo, unë vesh, a, deshte... Okej, bravo. Hajde, Getën sa kështë rock. getin, së lërdzaj, do të ma fort. Okej. A di pse, vesh, Okej. për shkak se u konë pjesë marsi. Okej, po. Asaj, se No hate, kam no hate. shumë respekt për punën që e bën ai, po aty ka qenë qajo. Stresin? Shumë, stresin s'po t'hibre. Okej, një të vogël për stresin, Po. okej. Tash po du me na i kënd produksionit. S'ka me ta s'moj, a unë... Ultin. Qa mi bo ati? Së në rëzën ata, ki paso ironë është. Qa mund shmi bo ati, na? Qa mund shmi bo ati? Hajtë, rega. Hajtë sa kështë rock. Qa mi bo ati, ja?
Nëse Po, veç pak se... Qëra, na nuk jena të thonë soj kështë për një me personin, po kështë të inatën. Personi, personazhi, vepra e tij gjatë asoj, se për ata unë thash, ata luajnë rolin edhe ata janë tonë të mirë në atë mënyrën e tyre. Hajde ta shkallëzëm soj kështë rrugë enzën që si ka falë dukongët. Pes poshtin jo. Ku e në sport ka rruga. Po da marrët. Që ku i komi doli? Respekt për ty. Apo shkojna me lojën e basketit në re? Hajde po shkojnë. Se të kom lojnë pak sënë. Jo s'mund shkojnë. Ma sa ne edhe që të nga kamit pa lyë, ana lynë, jo me se të i shkurt. Okej. Jo janë shkollat, ekzistojnë shkollat për atë punë. Qasën e sve e këtë dorë. Ej, pa di çfarë sikleti ko ka me dorza bre. Bek, që loja fundit është loja e basketit, i ki 5 gjujtje, po dësh me gjujt me dorza. Edhe sa herë që të hush, ki me pika një shot, të ato gotat e portakalta, okej? Okej. A jena në regull? Shumë. Okej. Por e tash sa duhet sa Qa mu këtë trëzlua? A bek, ko diçka, më stani. Po. Okej. Qone pegi, dorza se do të më ta jep shoce. E çka do sa gjujtje i kam, vesh a 5 gjujtje i ki. 5 gjujtje. 5 gjujtje i ki, hajde. Okej. Koncentrov. Po jo që ato po mënuna me gjithë. Po mënuna. Okej, hajde tash. E ti sa do të me gjujt tash. Hajde, bek. Po. Hej, pa e normal bre. Ku kime shku sonë dhe në fëtuit? Se ki më pjohë, mak. Okej, po ku kam mirë. Ku kam mirë me huq, krejt mi huq. E qash, a pet me gjujt, ha? Hajde. Ja, bek, a bujna lojën, vishë që e prej kushën një një gjejën. Jo. Hajde. Jepe. Ko ka e mirë? Qysh be bek, se kom ditë që e ka që dasha mirë e alkoholit ti? Tash ko me knu ma mirë. Edhe grrbi. Qëra pse? Hajde, shkojnë. Ani këtu, a kështu ma gjun topi kë? Kë ma gjun topi, thuti që unë s'kom dorsa. Hajde, oba! Për të pak. Hajde, be. Ua, ber halo, ber, a keni me shishe këtë loj, bre? Up. Ti lonë ty, përsa? Pa. Hajde. Okej. Tash ta kom gjujt mirë, koha po. me dhomë. S'po mujtë një meve dorza. Mu ka tuk që le. Ma, bre, pje për mu, hajde. Hajde që të fundi që se thep kom e pjene. U bo. Se jepi, garant. Hajde pse vesh me piti. Okej. Që për te jep. Ja, bek, se stop e pjene. Stop e pjene. Që u kry që kjesë, që kom pas gojle matë madhe. Bek, Okej. hajde po këthejmë së ka kamera. Edhe për mshelem emisionin bashk. Ka zëmna e samë për fund që shënive, a u knashe? Me ty ja? Me Vesh mu pak, me DJ. vesh për të mas 5 minuta, vesh ban gjithë. Knash po falimderit ty shumë zemre. Edhe pse jena të njëtës mahal, from the same hood që shtojnë. Dardani. Me rresht, nejse unë jëm Black Krize, na jena pak Ato në gratë. universitare, kështë. Perfekt, falimderit, po më bjerë mirë që ju marrë të ti. Respekt, falenderit shumë që ka orë. Respekt po ashtu. Naj porosia, po që me bo. Po, që dënë me përshëndet na i kënd. Zakonisht e kena 1 euro përshëndetin, po pësonte e kena fri. Atëherë, po t'jep nga 20 se Big Brotheri që kanë morë pjesë. I uroj shnet aty në velena që janë, edhe jetë mirë edhe aty në që janë dollë. I uroj sukses në jetë, jo në punë, se puna vjene shkone, po sukses në jetë edhe bohet e mirë. Edhe bohet mirë për ta. Beka gjithmonë i ka dosh pa interes për qafim e krejtve. E kështu që ju do Beka gjithmonë. DJ Abnal që në muzik. Me këtë ton të MC Bekimit, apo Bekës, ju përshëndet skejt atje, falemderit që nga shikut edhe sonë të me mu Fisionikun në Barbershop. Ju emisionin ma të mirë, po ma rill, natën e mirë. Barbershop.